Libri i zbulesës sipas Joanit apostull dhe ungjillor, interpretuar sipas etrave të Kishës Ortodokse. Të nderuar miq, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi në takimin ton të 24 në lidhje me interpretimin e librit profetik dhe eskatologjik të zbulesës, dhe kemi arritur në kapitullin e 15, për mos humbrur kohë, le të fillojmë lexojmë nga ky kapitull në vargun e parë ku na thuhet: "Dhe pash në qiell një shenjë tjetër të madhe të mrekullueshme, 7 ëngjëj, që kishin të 7 plagët e fundit, sepse me to u përfundua zemërimi i Perëndisë." Pra, apostulli dhe ungjillori Joan shikon një tjetër shenjë të madhe të çuditshme, pra shikon 7 ëngjëj që kishin 7 plagët e fundit, sepse me to u plotësua zemërimi i Perëndisë. Pra, e thot dhe shkruan një tjetër shenjë të madhe, sepse duhet kujtojmë dhe shenjën e madhe që ai pa në kapitullin e 12 të zbulesës na thuhet për gruan e veshur me diellin tek po përndiqej nga dragoj, që është simboli i kishës që përndiqet nga djalli dhe fryma e Antikrishtit. Atje shenja u quajt e madhe, kurse këtu quhet jo vetëm e madhe, por gjithashtu quhet dhe e mrekullueshme, sepse është shprehje e drejtësisë hyjnore e treguar me imazhet që do të pasojnë më vonë. Është drejtësia e mrekullueshme e Perëndisë, e cila vjen si përgjigje dënuese ndaj shenjës së parë të madhe, pra të kishës, e cila është e përndjekur nga djalli dhe demonët dhe forcat antikrishte. Drejtësia hyjnore dënon, siç edhe kemi parë në aspektin historik, perandorinë romake, por gjatë gjithë historisë së kishës ka dënuar antikrishtet e periudhave të ndryshme, dënoi patjetër dhe vetë antikrishtin si person gjatë fundit të botës. Ungjillori shenjën tjetër e shikon në qiell, që do të thotë se dënimi i padrejtë fillon nga qielli. Qielli është vendi ku banon Perëndia. Burimi i dënimit të qiellor dhe katastrofat natyrore që do të bëhen në tokë nuk janë thjesht të rastishme, por janë instrumente të drejtësisë hyjnore, qiellore. Shkatrimi i Babilonisë, që është simbol i Romës, dënimi i antikrishëve do të bëhet sepse do të dëgjojnë zërat e të drejtëve, zërat e shenjtorëve, zërat e martirëve që ndodhen në qiell, që kërkojnë përmbushjen e drejtësisë Perëndisë. Pra, nëse ne lexojmë tek libri i zbulesës kapitulli 6, na flitet për këto shpirtra martirik, të cilët, siç edhe lexojmë tek kapitulli 6 vargu 9, dhe kur hapi vulën e 5, pash në altar shpirtrat e atyre që ishin therrur për shkak të fjalës Perëndisë dhe për shkak të dëshmisë që kishin. Dhe ata bërtitën me zë të madh duke thënë: "Deri kur, o Zotëri, o i shenjtë dhe i vërtet, nuk gjykon dhe nuk merr hak për gjakun ton nga ata që banojnë në qiell." Dhe secilit ju dhanë petkat bardha dhe ju thanë të prehen ende për pak kohë derisa të plotësohet numri dhe i bashkëpunëtorëve të tyre dhe i vëllezërve të tyre që duhet të vriten porsi ata. Pra, libri i zbulesës na tregon për martirët të cilët arritën në qiell, janë poshtë altarit Perëndisë, pra në prezencën e Perëndisë, dhe ata kërkojnë drejtësi. Pavarësisht se kjo duket një drejtësi e vonuar, por do përmbushet koha që ka caktuar Perëndia dhe numri i martirëve, dhe atëherë Perëndia do të veprojë, siç na flitet në këtë kapitull të zbulesës. Dhe këto plagë quhen të fundme sepse me anë të tyre do të bëhet përfundimi dënimi i pabezëve përpara gjyqit përfundimtar, quhet të fundme për sa i përket ardhjes së dytë të Krishtit, por pa në kuptuar se janë të fundme për mëkatarët, sepse këto janë vuajtjet e fundme për mëkatarët në tokë, në kohë dhe në hapësirë, por ato do paraprin vuajtjet e pafundme në ferr. Me ato u plotësua zemërimi i Perëndisë, para thot ungjillori. Me këto dënime të fundit, do me thënë kulmon zemërimi i Perëndisë ndaj mëkatarëve në çdo brez, dhe këtu shpreha është njerëzore, ndaj dhe nuk duhet të interpretojmë Perëndin si një qenie empatike, do me thënë një qenie zëmërake që hakmerret kundër njerëzve. Kur themi që Perëndia zemërohet, nuk duhet të kuptojmë një ndryshim tek ai, na thot interpretuesi Aretha. Perëndia sigurisht që nuk zemërohet, është pa pasion. Dënimet janë pasojat e natyrshme e mëkatit. Ligji i drejtësisë hyjnore funksionon dhe do të funksionojë normalisht, madje është i pashtershëm. Perëndia është dashuri, dhe kjo dashuri e Perëndisë që interpretohet edhe me anë të figurës së një lumi zjarr që del nga froni i Perëndisë, është dashuri që funksionon në dy forma. Pra, nga pozicioni ynë, ose kjo bëhet gëzim, dritë, lumturi, ose pozicioni i gabuar ndaj Perëndisë bëhet ndëshkim dhe mundim. Prandaj, kur themi Perëndia zemërohet, asnjëherë nuk duhet të kuptojmë këtë si një zemërim njerëzor, hakmarrës, por për të kuptuar ne atë gjendje pa pasion të Perëndisë, drejtësinë e Perëndisë. Pra, Perëndia është dashuri dhe drejtësi, dhe këto janë ligjet e Perëndisë, të cilat funksionojnë normalisht dhe janë të pashtershme. Por le të vazhdojmë dhe të flasim për vargun më poshtë, vargun 2, ku na thuhet: "Dhe pash
një si det të qeq të përzier me zjarr dhe ata që kishin mundur bishën dhe figurën e saj dhe damkën e saj, numrin e emrit të saj, qëndronin mbi detin e qeq dhe kishin qestet e Perëndisë. Tashmë ungjillori Joan shikon një tjetër imazh, ndryshe nga ai zemërimi të Perëndisë, dhe jo më kot jepet ky imazh, një imazh paqësor për të gjithë besimtarët, është një imazh që përforcon këtu besimtarët që e kanë lexuar dhe do ta lexojnë para se të vinë mundimet e mëkatarëve. Ky imazh përmbledh të gjithë lumturinë qellore të atyre besimtarëve që dalin fitimtar nga lufta kundër bishës, kundër antikrishtit, tregon paqen, lumturinë dhe qetësinë atyre që qëndrojnë besnik deri në vdekje e Perëndisë. Deti i qeq, pra fitimtarët do të qëndrojnë në këtë det të qeq, por deti i qeq na jepet si një imazh ku qëndron mbi të froni i Perëndisë, pra jep atë gjendjen paqësore tek Perëndia, dhe kemi edhe tek libri i Zbulit kapitulli 4 vargu 6. Fitimtarët pra ndodhen në një paqe të pacënueshme dhe në pozicion nderimi përpara fronit madhështor të Perëndisë, dhe deti i qeq këtu ka një cilësi tjetër karakteristike që dallon, paraqitet si përzier me zjarr. Çfarë do thotë kjo? Mendoj se kjo tregon se fitimtarët që kanë bërritur atje, pra të krishterët, martirët, shënarët, të drejtët, nuk bëriten atje rastësisht, por me luftë dhe me sakrifica. Do tregoj se të drejtët, shenjtorët dhe martirët e mundën antikrishtit brenda një betejë të vazhdueshme, vetë sakrifikimi dhe martirizimi në tokë. Të tjerë e interpretojnë këtë si shprehje të mistershme, si një mesazh paraprak të veprës dënuese të Perëndisë përpara dhe gjatë gjykimit. Nga një anë pra kemi kishën triumfuese, në gjendje të lumtur, në paqe, në pastërti dhe në shkëlqim, dhe nga ana tjetër kemi të padrejtët dhe përndjekësit e krishterimit për cilët është përgatitur dhe zjarri në tokë. Besimtarët pra për të hyrë në mbretërinë e Perëndisë duhet kalojnë patjetër nga ky zjarr, dhe kështu ata konsumojnë në shërbim, besim dhe dëshirën vetëluese ndaj Perëndisë, largohen nga deti i trazuar i zjarrit i kësaj bote dhe hyn në atë det të qeq dhe paqësor pranë Perëndisë. Interpretuesi Shën Andrea, duke folur për detin e qeq, thotë këto: deti i qeq tregon shumicën e të shpëtuarve, pastërtinë e tyre dhe shkëlqimin e shenjtorëve. Përzierja e saj me zjarrin tregon se secili do të kalojë shumë prova, pastaj do të shpëtojë. Pra, këtë kuptim ka dhe ajo që shikohet si deti i qeq. Mundësitë e bishës janë ata kundër bishës, pra bishës antikrisht, pra që janë të devotshmit, shprestarët, të drejtët, shenjtorët, martirët, që nuk ju falen instrumentave të antikrishtit gjatë shekujve, pra si një frym antikrishti ata e kundërshtuan, dhe ata që nuk do të nështrojnë vetë antikrishtit si një person kur ai të shfaqet në kohët e fundit me mashtrim dhe me dhunë. Ajo që vlen për të theksuar është se e pash dhe ata që nuk u mundën prej bishës dhe ikonës saj dhe shenjës saj dhe numrit dhe emrit të saj. Bisha, imazhi dhe numri kryesisht në ditët e fundit do të krijojnë një situatë të padurueshme, një zjarr në këtë botë, si një det i zjarr, pra dhuna dhe mashtrimi antikrist do të jetë në gjithë botën, si një det që do ta sudojë gjithë botën. Ata pra do të kalojnë pra besimtarët përmes këtij deti të zjarrit dhe do të hyjnë në mbretërinë e Perëndisë. Kjo na kujton atë që na thot edhe psalmisti: shkuam në përzjarr e në porujë, por ti na nxore në ngushëllim. Kto tha dhe Shën Kozma Jetolis para se ta varnin për hir të Krishtit. Dhe ndërsa besimtarët i arritën qëllimit, kaluan këtë liçenin ose detin e zjarrt dhe vajtën në detin e kristalt, gjërat nuk janë kaq të thjeshta, por duhen marrë seriozisht. Këtu në këtë pikë luhet loja e madhe e përjetësisë. Çfarë do të bëjmë neve? Pra, asnjëherë të dashur me Krishtin, nuk duhet kemi një ide të gabuar se në mbretërinë e Zotit do kalojmë në mënyrë paqësore. Asnjëherë nuk mund të shkojmë në mbretërinë e Zotit në parajsën qiellore pa kaluar nga rruga e kryqit. Zoti e tha: kush do të vinë pas meje, të mojë veten, të marrë kryqin e të më ndjek pas. Pra, nëse do kishte një rrugë më të lehtë për të shkuar në parajsë, vetë Zoti do ta kishte ndjekur atë si shembull për të tjerët. Por nuk ka rrugë tjetër veç asaj që ndoqi Zoti i Krisht, pra rruga e kryqit, rruga e Golgothas, e kryqëzimit, e flijimit ndaj vullnetit hynor që bëri vetë Zoti i Krisht në mënyrë unikale, por e ndoqën apostujt, dishepujt, martirët edhe gjithë shenjtorët në çdo kohë. Të njëjtën gjë duhet bëjmë edhe ne. Pra, asnjëherë nuk duhet mendojmë se nga parajsa ose në parajsë, më mirë të themi, do të kalojmë lehtë, por do të kalojmë nga rruga e kryqit, pra nga mundimet që
mund të simbolizojmë këtu me atë detin e zjarrt. Por vazhdojmë edhe lexojmë në vargjet më poshtë dhe këndoni këngën e Mojsiut, shërbëtorit Perëndis dhe këngën e qengjit, duke thënë: të mëdha dhe të mrekullueshme janë veprat e tua, Zot, Perëndi i gjithëpushtetshëm. Të drejta dhe të vërteta janë urdhët e tua, o mbret i shejtorëve. Dhe vargu 4: kush nuk do të ketë frikë ty, o Zot, dhe nuk do të lëvdojë emrin tënd, sepse vetëm ti i shenjtë, sepse të gjitha kombet do të vinë dhe do të adhurojnë përpara teje, sepse gjykimet e tua të drejta u shfaqen. Tashmë na jepet imazhi, siç e shikon shenjtë Johani apostull dhe ungjillor, të shpëtuarit, të cilët qëndrojnë në anën tjetër pra të botës, pra qëndrojnë në qiell, të cilët kanë kaluar nga deti i zjarrt dhe kanë hyrë në detin e kristal, paqësor, dhe atje pra, siç edhe lexuam në vargun 2, ishin me qestet e Perëndis, kitarët e Perëndis, dhe në vargun 3 dhe 4, siç edhe lexuam, ata këndonin këngën e Mojsiut dhe këngën e qengjit. Disa nga interpretuesit mendojnë se këtu i referohen dy këngëve të ndryshme, nga që thotë këndonin këngën e Mojsiut dhe këngën e qengjit. Të njëjtin mendim ka dhe interpretuesi Andrea. Për këngën e parë thotë se këndohet për himnin e hirit të dhënë nga Perëndia tek izraelitët, ndërsa tjetra është falënderimi i pandërprer i atyre që jetuan mbas Krishtit një jetë asketike. Mu themi se versioni më i pranueshëm është se nuk ka të bëjë me dy këngë, por me një. Rikujton, do me thënë, këngën që psanin izraelitët mbas daljes dhe kalimit të tyre nga deti i kuq, sepse ekziston një ngjashmëri e ikonës nga e cila merr shkak. Pra, po kjo këngë i është kushtuar dhe qengjit, është dedikuar Zotit ton Isu Krisht, pra ai është qengji i Perëndis që shtyen mëkatet e botës, sakrifica e cilët hapi derën e lumturisë për në qiell, për gjinjë njerëzore. Pra ka një paralelizëm ndërmjet Mojsiut edhe Krishtit, ndërmjet veprës që bëri Mojsiu, që e udhëzoi popullin e Izraelit nga Egjipti për në tokën e premtuar duke kaluar nga deti i kuq, po ashtu dhe vepra që bëri Zoti Krisht, që udhëzoi jo vetëm popullin e Izraelit, por gjithë njerëzimin nga bota drejt qiellit, nga bota e mëkatit drejt parajsës së shenjtorëve. Pra, kemi një bashkim të këtyre dy veprimeve që paraqiten në këngë, pra mund të themi se të dyja këto këngët janë një këngë e vetme. Kënga e emnuar këtu këndon mallështinë, shenjtërinë dhe drejtsinë e Perëndis. Me këtë këngë shprehet admirimi për veprat e mrekullueshme të Perëndis dhe mallështinë e tij, si në dhjetën e vjetër, ashtu në dhjetën e re. Nderohet urtësia e tij dhe plani hyjnor i shpëtimit të njerëzimit, që filloi në fillim me popullin e Izraelit, pastaj u përmbush me të gjithë popujt në Krishtin, dhe këtu kemi edhe karakterizimin e Perëndis si mbreti i kombeve. Pra, në këngë tregon atributin mbretëror të Perëndis dhe është në harmoni me veprën e tij të gjykimit universal. Pra, Perëndia nuk është vetëm Perëndia e Izraelit, por Perëndia është Perëndia e gjithë kombeve. Në Krishtin shpëtojnë të gjithë kombet, ju dha mundësi, por në Krishtin Perëndia do jetë gjykatës universal i gjithë kombeve. Kënga triumfale e fitores së të shpëtuarve që pam këtu nuk është rasti vetëm në zbulesë, kemi asur më përpara edhe dy këngë të tjera në kapitullin 7 vargu 9 dhe në kapitullin 12 vargu 10. Por kjo kënga këtu është kënga e tretë dhe e fundit e triumfit të Perëndis. Pra, mbas parantezës së sipërme të këngës historike të Mojsiut, i cili nxori popullin e Izraelit nga Egjipti për në tokën e premtuar, duke kaluar nga deti i kuq, dhe ajo është një këngë e spikatur, që na thuhet në dhjetën e vjetër tek libri i Eksodit, po këtu tashmë rikthehemi te kënga e të shpëtuarve në Krishtin, e cila në formë pyetje përfundon me këtë konkluzion: cili nuk do të ketë frikë ty o Zot, dhe nuk do të lavdëroj emrin tënd, sepse ti vetëm je i shenjtë, sepse gjithë kombet do të vinë dhe do të falen përpara teje, sepse gjyqet e tua u shfaqen. Pra, nga pasazhi i mësipër bëhet e kuptueshme se do të vijë ajo kohë kur të gjitha kombet, jo vetëm Izraeli, por gjitha kombet do t'i falen mbretit pavdekshëm të lavdis. Këtë e shikojmë në Kish, që në emrin të Isuit të përkurë çdo gjuhë atyre që janë në qiejt, e mbi dhe, e nën dhe, na thot apostulli Pavlit në drejtuar Filipianëve. Por këtë do ta shikojmë në mënyrë të përgjithshme për gjithë njerëzimin, do të shikojmë në kohën e fundit kur shfaqet Zoti Jezu Krisht me lavdinë e Atit bashkë me angjëjt e shenjtëruar. Pyetja, cili nuk do të ketë frikë ty o Zot dhe nuk do të lavdëroj emrin tënd, vjen si përgjigje mbreslënse për pasuesit triumfues dhe adhuruesit e bishës, të cilët thonin, siç e lexojmë te kapitulli 13 vargu 4 i zbulesës, flisnin për bishën, kush është i ngjashëm me bishën, dhe të cilët e shikonin bishën si të pamundshme dhe të fortë. Por ja që bisha, antikrishti do të mundet dhe njerëzit, të cilët i kishin dhe jepnin adhurim bishës, do të zhgënjehen dhe do vit dita që kur të shfaqet Zoti Jezu Krisht, ata do të adhurojnë
edhe pa dëshirë vetë Zotin Jezu Krisht, sepse përsërisim edhe një herë fjalët që tha Apostulli Pavli në letrën drejtuar Filipianëve, që në emër të Isuit të përkulet çdo gjë atyre që janë në qiejt, e mbi dhe e nën dhe. Pra, edhe ëngjëjt do përulen, edhe njerëzit do përulen, por dhe atë forcat demoniake do të përulen, por dhe të dënuarit do të përulen përpara Isu Krishtit, që është gjykatës me lavdi, sepse Ati nuk gjykon asnjë. Gjithë gjyqin ja dha Birit, që ashtu si nderojnë Atin, të nderojnë dhe Birin, dhe Biri do të gjykojë se është bir njeriu. Pra, udha e Perëndis është e vërtetë dhe e drejtë. E ndjekin besimtarët dhe shpëtojnë, e shkelin të paligjshëm mëkatarët dhe dënohen. Përfundimisht, të gjithë do të njohin gjithë fuqishmërinë e Tij, sepse të gjithë do të shijojnë të mirat e Tij, të cilat janë dashuria dhe drejtësia, por për besimtarët do të jetë lavdi dhe nder, dashuri dhe drejtësia e Perëndis, ndërsa për të pabesët, dashuria dhe drejtësia e Perëndis do të jetë dënim. Për këtë të fundit, njoja nuk do të ketë më asnjë vlerë për shpëtim. Dhe ne duhet ta sqarojmë këtë, sepse në fund të gjithë do ta njohin Isu Krishtin si birin e Perëndis dhe birin e njeriu, dhe të gjithë tham që do ta adhurojnë. Askush nuk do mbetet pa u ulur në gjunjë, pa adhuruar atë. Por në atë kohë nuk do ketë vlerë kjo njohje, ky adhurim që do t'i bëhet Krishtit. Vlera është tani, por në atë kohë nuk ka më vlerë, sepse ka mbaruar koha me ardhen e dytë të Krishtit dhe njeriu, edhe pse do ta njohë pushtetin e Perëndis dhe të Birit Perëndis dhe të Shpirtit të Shenjtë, pra do ta njohë Isu Krishtin si gjykatës me drejtësi, njeriu pa bezë dhe mëkatar që nuk e ka pranuar Perëndin dhe Isu Krishtin dhe Shpirtin e Shenjtë në këtë kohë, pra nuk ka pranuar Perëndin tradik, nuk ka pranuar veprën shpëtimtare të Perëndis në Krishtin me anë të Shpirtit të Shenjtë që zbulohet dhe vepron në kishë, në misteret e kishës, atëherë në atë ditë që është dita e fundit dhe fillon koha pa kohë, nuk do ketë vlerë për shpëtim, por për dënim. Vazhdojmë dhe lexojmë vargjet më poshtë, vargu 5 dhe 6, ku na thuhet: dhe pas këtyre gjërave pashte ja u hap tempulli i tabernakullit të dëshmisë në qiell, dhe të 7 engjëjt që kishin të 7 plagët dolën prej tempullit të veshur me li të pastër dhe të ndritshëm dhe të ngjeshur përreth gjoksit me breza të artë. Tashmë kemi një skenë tjetër që ndryshon nga ajo që pa më përpara. Shfaqet tempulli i tendës së dëshmisë në qiell dhe tregon prezencën e Perëndis, tregon këmbgulin e Tij si ligjvënës dhe gjykatës kundër atyre që nuk zbatuan ligjin e Tij. Ky tempull i tendës së dëshmisë në qiell ishte ndërtuar edhe në tokë, sepse ne dimë që Mojsiu kur ishte në malin Sinai, ai urdhërua nga Perëndia që të ndërtojë një tend ku atje të vendosej dhe arka e beslidhjes, dhe brenda arkës dhe beslidhjes vendosej dekalogu ose ligji i shkruar me gishtin e Perëndis në 2 rasa guri. Por tashmë na flitet për tempullin e Perëndis në qiell. Dhe interpretuesi Andrea, duke folur për këtë tend, thotë se është dhe i referohet tendës qiellore, kopje e përfunduar e së cilës ishte ndërtuar në tokë nga Mojsiu. Dhe këtë kopje të tendës qiellore, të tabernakullit të Perëndis, e kemi në tokë, e kemi tashmë në kish. Çdo kish është tempull dhe tend e Perëndis në tokë, dhe në altarët e Perëndis qëndron Perëndia. Prandaj kisha nuk është një ndërtesë e rastishme thjesht për të mbledhur njerëzit, po kisha është shtëpia e Perëndis, imazhi i tendës qiellore. Dhe dalja e angjëve nga tempulli dhe historia e tyre shërbyese tregojnë mision. Pra ata dinin me të veshur me rroba liri të bardhë dhe, siç thuhet, përreth gjoksit me breza të artë. Kjo tregon shërbimin e tyre. Dalja e angjëve këtu na jep imazhin që na tregon dhe profeti Ezekiel në Dhjetën e Vjetër, kapitulli 9:2, kur angjët dalin për të dënuar Izraelin. Kurse këtu angjët nuk dalin për dënuar Jeruzalemin, pra ose izraelitët, por këtu angjët dalin për dënuar me shishet ose me ato kupat që mbajnë plagët dhe dënimet kundër gjithë njerëzimit. Tregon madje dhe vendosjen nga e cila dalin angjit. Ata dalin nga tendat qiellore, vijnë nga qielli si frymra meshtare, shërbyese që zbatojnë porosinë e Perëndis. Për të theksuar se plagët dhe dënimet e të pabesëve janë të drejta, ato vijnë nga tempulli i Perëndis, ku atje pra është dhe tabernakulli, janë domethënë rezultat i drejtësisë hyjnore dhe jo pasojat e veprave natyrale ose të rastësishme. Shpeshherë, neve kur shikojmë një katastrofë natyrore, kërkojmë ta justifikojmë si thjesht kapriço e natyrës. Jo,
asnjëherë nuk do të shikojmë në këtë prizëm, sepse ne si besimtar shikojmë përtej asaj që prekin ose ekzaminojnë shisat tona fizike. Ne shikojmë me shisën e besimit. Pra, asgjë nuk është e rastishme. Aq më tepër katastrofat natyrore duhet i shikojmë si qortimet Perëndis, instrumenta të zemërimit të drejtë të Perëndis, që lejohen nga qielli, pra nga Perëndia, dhe që menaxhohen me anë të ëngjëve, të cilët Perëndia i ka dërguar si frymëra meshtare të kujdesin jo vetëm për njerëzit, por kujdesen dhe për natyrën, por dhe ta përdorin natyrën edhe si një qortim për njerëzit mëkatar. Stolitë e bardha dhe brezat e artë të ëngjëve tregojnë pastërtinë e Perëndis, për cilën vinë ata si instrumenta shërbyes të tij. Përfundimi është se Perëndia i pastër dhe i drejtë ka të drejtë të dënojë pa drejtë dhe të pabesët e ndotur, të cilët e merituan dënimin për shkak të veprave tyre mëkatare. Dhe shikoni çfarë vazhdon dhe na dëshmon Shën Johani. Po le të shikojmë dhe vargjet 7 dhe 8 ku na thuhet dhe një nga 4 qenit e gjalla u dha të 7 ëngjëve 7 kupa ari plot me zemërimin e Perëndis, që rroni jetë i jetëve, dhe tempulli mbush me tym nga lavdia e Perëndis dhe nga fuqia e tij, dhe askush nuk mund të hynte në tempull derisa të mbaroshin të 7 plagët dhe 7 ëngjëve. Tashmë na tregohet se këto fuqira angjëllore morën nga 4 qenjet e gjalla. Kush janë 4 qenjet e gjalla? Kemi folur për këtë në librin e zbulesës, ku na tregohet në kapitullin e 4 se 4 qenjet e gjalla janë kerubimet që qëndrojnë rreth fronit Perëndis. Këto 4 qenjet e gjalla janë rreth fronit Perëndis dhe ato marrin vullnetin hynor të Perëndis dhe e transmetojnë te fuqirat e mëposhme deri tek ëngjët janë frymëra meshtare. Pra duhet dim se në qiell ka një hierarki nga Perëndia, nga lart deri poshtë, dhe janë 9 rangje shpirtërore në 3 trialla, të cilët transmetojnë njëra tjetrës vullnetet e Perëndis. Kështu që edhe ëngjët, që janë frymëra meshtare, marrin nga kerubimet 7 këto kupa të mbushura me zemërimin e Perëndis. Çfarë do thotë kjo? Na tregon se njerëzit mëkatar të kohës së fundit do të jenë tmerrsisht papenduar dhe meritojnë zemërimin e Perëndis, që do derdhet për këtyre gotave të mbushura me këtë zemërim të Perëndis, që na ka folur edhe kapitulli 14 vargu 10, do të pi nga vera e zemërimit Perëndis që është derdhur e papërzierë në kupën e zemërimit të tij, dhe do mundohem me zjarre sufër përpara ëngjëve të shenjtë dhe përpara qenjit. Me fjalë të mbushura me zemër në jetë të jetëve, thekson se Perëndia është qenie e gjallë, e përjetshme, e pavdekshme, krijues i gjithësisë. Tregon gjithashtu që këto kupa të arta të zemërimit Perëndis mbajnë atë që është e drejtë, edhe pse të dënuarit ankohen dhe rrënkojnë, siç na thot edhe kryepeshkopi i Qesaris Aretha. Mbushja e tempullit me tym është simboli i zemërimit dhe fuqisë hynore. Tymi simbolizon praninë e Perëndis së frikshëm dhe madhështinë e tij të patreguar. Pra, ne shikojmë këtë në librin e Eksodit, ku na tregohet se si brenda një atmosfere vetëtimash dhe bubullimash, ndërsa mali i Sinait digjej i tëri, zbritej Perëndia për dhënë 10 porosit. Pra, është një imazh i madhështisë së Perëndis brenda kësaj reje tymi, të cilën ne e përdorim dhe në kish kur deri ndezim temjan. Dhe po ashtu, në vargun 8 të kapitullit 18, mbyllet me këto fjalë: "Dhe askush nuk mund të hynte." Tempulli i Perëndis është i pakalueshëm. Gjithashtu është dëshira e Perëndis gjatë kohës së shpërthimit të vullnetit të tij me plagët e fundit. Deklarimi i autorit se askush nuk mund të hyjë tregon zemërimin e madh të Perëndis kundër mëkatarëve, që askush nuk mund t'i afrohet atij derisa të shpërthejë dënimin e tij të drejtë, pra derisa të shlyhen mëkatet e njerëzve mëkatar në tokë. Mbasi të shlyhen mëkatet e njerëzve mëkatar në tokë, atëherë njerëzit, duke shlyer mëkatet në tokë ose duke u dënuar për mëkatet e tyre, atëherë ata do të shfaqen në ardhen e dytë të Krishtit përpara Krishtit për të gjykuar me gjykimin e përjetshëm. Pra, mbas shpërthimit të zemërimit hynor, do të mund të hyjë dikush në tempull me frikën dhe devotshmërinë dhe do të shikojë avushën e fajeve të tij, por nuk do të ketë kohë për pendim. Pra, si ti kuptojmë këto fjalë të përmbledhura, do të thotë që patjetër që mëkatarët do dënohen edhe në tokë me zemërimin e drejtë të Perëndis që zbret nga qielli nëpërmjet ëngjëve, frymëra meshtare, duke derdhur mbi tokë këto kupa të zemërimit Perëndis, por nuk mjaftojnë vetëm këto dënime që ata do provojnë në tokë, por mbas këtyre dënimeve atëre do të shikojnë ardhjen e dytë të Krishtit. Atëre ata do të gjunjëzohen para tij, do ta pranojnë si Perëndi dhe gjykatë me drejtësi, por atëre do fillojë gjykimi
i përjetshëm. Dashur më Krishtin, mendoj që këtu ta mbyllim edhe bisedën tonë për kapitullin e 15 të librit të zbulesës, sipas interpretimit të Kishës Ortodoksëve dhe të tjerëve të Kishës sonë, për të takuar në takimin tjetër. Deri atëherë, miru dëgjofshim.